Aldo, unë nuk kam qenë politik në fakt edhe nuk unë t'jap shumë kështu deklarata që unë do jem kështu e do jem ashtu. Por një gjë e them me shumë bindje, unë do jem gjithmonë vetja ime. Gjithmonë do përvaloj politikën, nëse unë do vazhdoj rrugën e politikës, gjithmonë do përvaloj politikën për njerëzit. Sepse unë gjithmonë gjithë profesioni im ka qenë shërbim të njerëzve. Çdo ditë e imja është gdhir dhe është ngrisur pranë njerëzve me problemet e tyre, mjekësore por edhe jo mjekësore, edhe sociale dhe problematika të tjera që kur vjen ke doktori sa mos e një neurolog, njerëzit i thonë. Dhe unë jam dirë pra njerëzve dhe edhe në politik, ata ka qenë shtysa. Më thonin do vëresh ati tuaj ti ati edhe për ne. Më nxitën realisht, më nxitën me mirësinë e tyre, me kërkesën edhe besimin që më dhanë që unë duhet jem që të vazhdosh përpara. Përfshihesh në politik. Jam futur në Këshill Bashkiak, unë jam antare e Këshillit Bashkiak, edhe kryetare e Komisionit Çështjeve Sociale për Rastisjen Orë dhe kundër diskriminimit. Dhe edhe para 2 vitesh kanë qenë qytetarë të durrës që më thonin ti duhet jesh në Këshillin Bashkiak si zëri jon, kur që kjo fushanta për zgjedhjet lokale. Dhe pranova sinqerisht vetëm nga njerëzit. Pranova të jem si pjesë e qytetarisë durrësake.